Fshes me korrent. Kujtova se do të pëlqente. Pse? Qjamun? Shtëpiake? Të tjerat marrin trëndafila, parfume, darka romantike, fshes me korrent. Nuk të siguron që ai do zgjedh parfumin dhe jo fshesën me korrent, por të paktën do t'i kërkosh llogari për plot 1 minuta. Ejani në Plus. Krijoni dyshën tuaj, unë plus ti, dhe përfitoni deri në 1 minuta komunikim falas çdo muaj për 1 vit, sepse Plus të përket ty. Një marsi 2012 në Njerëz të humbur kishte rezervuar për shikuesit histori të cilat vinin për herë të parë në studion e emisionit. Gjithashtu, edhe të tjera që vazhdojnë të trajtohen të presin të marrin një zgjidhje. Një zotëri i cili deklaron se të paktën ndoshta nga zona Tale Lezhës atë ditë kur kanë humbur fëmijët, është parë një makinë e bardhë me targa të Lezhës. Megjithatë personi i cili i ka parë i fundit deklaron se i ka parë rreth orës 2. Ndu dhe Violeta ishin 2 fëmijët e familjes Nikolli, të cilët para 14 vjetësh u zhdukën pa lënë gjurmë pranë fshatit Tale të Lezhës, teksa mblidhnin tru në pyll. Ndonë si një ngjarje shumë enigmatike, pati një dëshmi të fortë nga një teleshikues i cili pohoi se 2 fëmijët mund të kishin kaluar kufirin shqiptar 1 vit pas zhdukjes. Malet e Fillorinës, kam qenë vetë i 6. Në malet e Fillorinës u boshin grabitin nga shqiptarë që grabishin udhëtarë që shkushën dhe që shkonin për Greqi. Po. Edhe që ishim me shumë kujdes gjatë natës, kurse gjatë ditë rrishim, dhe më thënë nuk hecnin. Në një mal, shoh 2 fëmijë që po vinin njëri pas tjetrit, motër e vëlla. 50 metra përpara i shoqëronte një person dhe 50 metra mbrapa i shoqëronte një person tjetër. Ishin 2 persona. Këto fëmijë tash sigurisht ishin ulën duke pushu, kaloi e personi përpara në kom, nuk na foli edhe ne sipolim. Kalon fëmijë edhe i pyeta: "Ha më gjatë si jeni? Si kaloni mirë?" Po ju nga ku shkoni për Selanik? Nga jeni nga Lezhë. Unë vetë që personi që po e flasë dhonja në Lezhjan. Ai personi që përpara ju thëti: "Hajde sa ditore mos foli më." Edhe shpolen, u pret, shumë edhe do të folen. E kuptova që ishte diçka, domethënë që ishte diçka tillë, domethënë që mos ishte më shumë në poshtë në Lezhë. Po do punë kisha se po kishin armatosur edhe mund ta vrishin fare, më thënë. Vajza më të një ka futur në kokë. E kupton? Ka futur shumë. Edhe para me fjallë të thaja më nga rroba që kishin përpara të kishin, dhe shumë ato rroba ishin. Përsa i takon historisë së Fran Markut, 28 vjeçarit nga Shkodra, kërkimet më të fundit janë përqendruar në Greqi dhe Belgjik. Nga Brukseli u bë mundur të merrej dhe një përgjigje zyrtare. Fran Markut paktën ndodhet në sistemin informativ internacional i datuar që në datën 3 nëntor të vitit 2008. Kjo shumë e saktë dhe shumë konfidenciale. 3 nëntor të 2008-s, pra ai në datën 3 nëntor të vitit 2008 gjendet në sistemin informatikës internacionale emri i Fran Markut, por si person i humbur dhe i zhukur. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma publik që unë kam ftuar në studio, mirëmbrëma të nderuar miq shqiptar kudo që ndodheni. Hapim pra këtë mërkur se që ndoqet me sekuencat se çfarë ka ndodhur një javë më parë në emisionin ton. Raste, histori të cilat kërkojnë zgjidhje, kërkimet për këta persona vazhdojnë edhe në këto momente që ne flasim. Unë do doja të gjithë së bashku të kontribojmë për të arritur për të kthyer këta njerëz pranë gjirit familjes. Për të gjithë ju që kontaktoni, dëshironi të kontaktoni me emisionin ton, mund të lidheni në numrat tanë të telefonit, të cilët i keni të afishuar në ekranin tuaj, janë 3 numra fiks ku ju mund të dërgoni informacionin tuaj, por në dispozicionin tuaj operatori parë shqiptar Plus Mobile, të cilin unë dua ta falenderoj për mbështetjen që jep vazhdimësisë së misionit Njerëz të humbur.
ka vënë në dispozicionin tuaj numrin Plus Mobile, në të cilin ju mund të dërgoni informacionin nëpërmjet një mesazhi i cili nuk ju kushton, pra ka vlerën e një mesazhi të thjeshtë. Por ju mund të kontaktoni dhe nëpërmjet postës tonë elektronike, mund të dërgoni informacionin tuaj këtë mbrëmje në kohë reale, sepse ky emision, të nderuar miq, zhvillohet në kohë reale, për të arritur pra përgjetjen e këtyre personave të cilët kanë humbur kontaktin me familjarët e tyre në rrethana vërtet misterioze. Do doja të nisnim dhe këtë të mërkur në sloganin i cili na shoqëron për vite me radhë, le të bashkohemi të gjithë, ju nëpërmjet informacionit dhe ne nëpërmjet kërkimeve tona, dhe le t'i kthejmë këta njerëz pranë gjirit familjes. Por cilat do t'jenë rastet që ne do të prezantojmë këtë mbrëmje? Ndjekim insertin dhe kthehemi me njëherë në studio. Sonte në njerëz të humbur do të ndiqni. 17 vjet më pas, familja Bizati ngren zërin mbi dyshimet e dramës së saj, të ndodhur me vajzën më të vogël me Vlanit. Qazim Kadria arratisët nga Kosova në vitet 70 dhe për herë të fundit kontakton me gruan dhe fëmijët nga Amerika. Nga 15 marsi, Flanza Rexhmati largohet në drejtim të paditur nga banesa e saj në Kukës dhe nuk dihet se ku ndodhet. Pra si që ndoqët këto do t'jenë 3 rastet kryesore, por ne do të vazhdojmë dhe me historitë të cilat i kemi lënë pezull dhe nga java e kaluar, duke ju thënë cilat janë të reja që ne kemi zbuluar gjatë gjithë të kësaj jave, por dhe duke pritur telefonata dhe informacionet tuaja. Do doja fillimisht t'ju prezantoja të ftuarit tanë në studio për këtë mbrëmje në lidhje me historinë e Fëllënza Rexhmatit, zonjës e cila është zhdukur pa lënë adresë nga qyteti Kukësit. Me ne në studio ka ndodhet bashkëshorti i saj, zoti Lavdrim Rexhmati. Mirëmbrëma Lavdrim, mirë se ke ardhur. Gjithashtu në lidhje me historinë e 2 vajzave për të cilat ne kemi dhënë paksa element javën e kaluar për 2 vajzave të cilët janë zhdukur nga Struga, me ne në studio ndodhen familjarët e Mevlana Bizati, zoti Adem Bizati, babai i saj dhe Lebic Bizati, vllai. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Gjithashtu, do doja t'ju prezantoja dhe një histori tjetër, si që ju thamë, pra, sonte do të kërkohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës një zotëri i quajtur Qazim Kadria. Me ne në studio ndodhet bashkëshortja dhe djalit i tij, zonja Shukrie Gashi dhe Hashim Kadria. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Do të kemi dhe histori të tjera për cilat ne do të flasim sonte, prandaj unë shpresoj që të qëndroni me ne pra në shoqërinë e emisionit tonë këtë mbrëmje për të na ndihmuar me informacione të dhëna, sugjerime, çfarë ju mund të pra jepni në lidhje me qëllimin kryesor, me përmbushjen e qëllimit kryesor të këtij emisioni, pra gjetjen e personave të humbur. Gjithashtu unë dua të falenderoj të gjithë ata anëtarë të cilët tashmë janë pjesë përbërëse e emisionit Njerëz të humbur nëpërmjet rrjetit social Facebook, apo jo Bernard? Deri në këtë moment sa ka arritur numri i miqve të emisionit tonë? Deri në këtë momente regjistrohen rreth 12.600 anëtarë të cilët janë bërë pjesë e emisionit Njerëz të humbur. Pra duke u futur tek faqja jonë zyrtare në Facebook, e cila është Njerëz të humbur Missing People Albania. Kjo është e vetmja faqe zyrtare e emisionit Njerëz të humbur. Unë dua t'i falenderoj ashtu si thatë ju të gjithë ata të cilët janë interesuar për fatin e këtyre shqiptarëve të humbur, të gjithë ata të cilët kanë denoncuar raste të reja, por dhe ata të cilët kanë dhënë sugjerime apo në një farë forme kanë ndihmuar redaksin e emisionit për kërkimin e këtyre shqiptarëve. Pra ju sonte në kohë reale mund të kontaktoni dhe me emisionin tonë edhe nëpërmes të faqes tonë të Facebookut, pra online. Që ka patur dhe shtetas të huaj, të cilët duke kërkuar nëpërmjet Google-it, rezultati ka çuar tek faqja jonë zyrtare në Facebook dhe ka patur dhe denoncime nga shtetas të huaj, të cilët kërkojnë të afërmit e tyre këtu në Shqipëri. Ndoshta pak më vonë do ndalojmë. Ndoshta më vonë do të ndalojmë dhe tek ta. Atëherë fillojmë pa humbur kohë, sepse sonte kemi shumë pra për t'ju treguar, por presim dhe shumë informacione nga të gjithë ata të cilët mund të dinë diçka për fatin e të gjithë personave që ne do të publikojmë këtë mbrëmje. Do doja fillimisht pra se në çdo hyrje emisionit të prezantonim 10 raste personash të humbur. Do doja vëmendjen tuaj maksimale të nderuar miq, lutemi në emër të familjarëve të këtyre personave, nëse i keni parë, nëse dini diçka për fatin e tyre, menjëherë kontaktoni me emisionin tonë. Atëherë ndjekim 10 raste personash të humbur dhe kthehemi menjëherë në studio.
Pra këto ishin 10 rastet për cilat ne shpresojmë pra në ndihmesën tuaj dhe njëherë mund të kontaktoni në numrat tanë telefonit të cilët i keni të afishuar në ekran, në qoftë se i keni parë ta persona dhe në qoftë se dini diçka për historinë e tyre. Dhe vazhdojmë rrjedhën e emisionit tonë. Në këto momente do të ndalojmë në një histori pra pak të veçantë për të gjithë ju që na keni ndjekur pra dhe në emisionet e kaluara kur ne në emisionin tonë kemi marrë një email nga një klasë pra nga një shkollë 9-vjeçare e qytetit të Beratit, më mirë e Urës Vajgurore. Kemi marrë një kërkesë nga disa nxënës për të ndihmuar një shokun e tyre, të quajtur Donald Kumaraku, i cili vuan nga një sëmundje jashtëzakonisht e vështirë, për cilën duhet të kryej transplant veshkash. Menjëherë mbas kërkesës së tyre, stafi i emisionit Njerëz të Humbur është vënë në lëvizje dhe unë do doja të ktheheshim pak mbrapa te kjo histori, pasi të nderuar miq ju e dini që ne jemi gjithmonë transparent me ju. Çfarë ka ndodhur me Donaldin? Do doja të ndiqnim bashk historinë se si na janë drejtuar pra nxënësit e kësaj klase, pra shokët e klasës së Donaldit, dhe kthehemi më njëherë në studio. Ndjekim historinë. nëntor 2011, e mërkur. Ishte dita e emisionit. Në emailin zyrtar të Njerëz të Humbur, mbërrin një kërkesë nga 40 fëmijë të shkollës 9-vjeçare Sali Gjuka në Ura Vajgurore, për t'i ardhur në ndihmë shokut të tyre 13-vjeçar. Përshëndetje emisionin Njerëz të Humbur. Përshëndetje zonja Aida Shtinur dhe urime të pafundme për emisionin tuaj kaq të dhimbshëm dhe human. Ne jemi nxënësit e klasës së 8B në shkollën 9-vjeçare Sali Gjuka në Ura Vajgurore Berat. Së bashku me senatorët e shkollës tonë, të udhëhequr nga mësuesja koordinatore Miranda Kondakçiu, u mblodhën të gjithë së bashku për të marrë një vendim shumë të rëndësishëm. Si të gjejmë një zgjidhje për të shpëtuar jetën e shokut të klasës dhe të shkollës, Donaldit, një nxënës i shkëlqyer në mësime, por edhe shumë i ndjeshëm, me një sëmundje që kërkon transplant veshkash. Kjo histori na vuri në lëvizje dhe në këtë mënyrë u nisëm drejt qytetit së vogël të Urës Vajgurore. Hym në shkollën 9-vjeçare Sali Gjuka dhe drejtohemi për në klasën e Donald Kumarakut. Donim të mësonim nga afër historinë e tij. Në sallën ku zhvilloi mësimi, gjetëm të gjithë bashkëmoshatarët e tij, por vetëm Donaldi mungonte. Nga nxënësit mësuam se atij i duhej të udhëtonte 2 herë në javë drejt Tiranës për të bërë dializë. Pikërisht atë ditë, në ato momente, ai gjende në spitalin pediatrik duke kryer procesin i cili po e mban ende gjallë. Tu afër meje ndodhet nona e tij, le ta pyesim se si është gjendja e Donaldit. Ja, ditë më shumë. Nuk e përshkruaj dot si më. Atë erdhëm në spital, filluam dializën dhe kemi filluar që në datën 1 qershor në festën e fëmijëve. Tani duhet se më shpejt bëhet transplanti, aq. Po mjekët ju ka dhënë shpresë ndërkohë? Varet vazhdojnë procedurat të nënda shkresat. Nuk e dim. Sëmundja pak nga pak duket se po e ndan Donaldin edhe nga shokët e klasës, por edhe nga mësuesit, të cilët janë duke i qëndruar pranë në këtë ditë të vështira për të. Donaldi është shoku im i bankës edhe pse vjen vetëm 2 herë në javë në shkollë, ne nuk ja zëm vendin atit, ai gjithmonë e ka vendin mes nesh. Unë ndjej mungesën e tij edhe kur shikoj karrigen e tij, gjithmonë më kujtohet ai edhe ndihem shumë keq që ai e ka atë sëmundje. Po të fritet si nxënës, është një nxënës më i veçantë nga këta nxënësit e tjerë, jo vetëm në procesin mësimor, mos është një nxënës i kompletuar me dije të plota bashkëore, por është i gjithashëm në tëra fushat. Edhe aktivitetet ka zhvilluar shkolla me pjesë kudo është i gjithashëm, kudo ndodhet, i respektuar, i sesur, i edukuar. Fjalët e mira për Donaldin nuk mungojnë në asnjë cep të shkollës. Të gjithë pohojnë talentin e tij të shumanshëm, si në lëndët shkencore, ashtu dhe ato shoqërore, por edhe në sport.
E faktuar më së miri, kjo vërehet në regjistrin e klasës, ku notat e Donaldit janë ndër më të mirat. Të gjithë mundohen të kontribojnë sado pak, në mënyrë që shoku i tyre t'i rikthehet jetës normale. Ne si nxënës kemi marrë një aktivitet për ta ndihmuar këtë nxënës të shkollës sonë. Gjithsecili për nesh ka dhënë një kontribut aq sa kishte mundësinë, por pavarësisht të gjitha këtyre përpjekjeve nuk mund ta japim të gjithë shumën e operacionit, pasi kushton shumë. Prandaj edhe ne ju kërkojmë juve ndihmë që të na ndihmoni në këtë nismë që ne kemi ndërmarrë. Jo vetëm kaq, por edhe disa nxënës nga shkolla jonë dolën nëpër tregtarët e vegjël të gjithë rrezojurore, ku aty kërkuan një ndihmë për shokun e tyre. Dhe ishin pikërisht tregtarët e vegjël, dikush u përpoqën ndihmoi, dikush nuk kishte mundësi, aty dhe shkollat e rrethinave të Beratit dhe të Kuçovës. Ju jap një mesazh të fortë të gjithë ata që na ndjekin tani në këtë moment. Çdo kush që ndjen jetën e një fëmie që duhet shpëtuar, duhet të kontribuojë sa të mundet për të shpëtuar jetën e Donaldit. Gjatë kohës që miqtë e Donaldit flisnin me gazetarët në shkollë, nga ana tjetër ai kryente procesin e mundimshëm të dializës. Mbas 4 orësh, ai shfaqet në korridor dhe megjithëse i tej lodhur, shkëput disa fjalë. Donaldi, si ndihesh tani pasi ke bërë procesin e dializës? Pas dializës mirë ndihem, por vetëm se më ngjan koka e rënduar. Çfarë do kishe dëshirë ti tani që po afrojnë dhe festat e fund vitit, një dëshirë që dohet të realizoj? Unë doja vetëm të operohesha dhe të vazhdoja shkollën si shokët e tjerë. Gjithçka çfarë misioni njerëz të humbur mund të bëj, është që t'i bashkohet thirrjes së këtyre 40 fëmijëve në ndihmë të jetës së shokut të tyre, dhe duke e përcjell publiku të gjerë, me shpresën se nesërmja do të jetë ndryshe edhe për Donaldin e vogël. Kjo ishte historia e Donaldit dhe mënyra se si ata na ishin drejtuar gjithë klasa e tij, gjithë nxënësit e shkollës, emisionin Njerëz të humbur. Kjo kronik pra është xhiruar pikërisht përpara festave të vitit që do të hynte, pra të 2012-s që ne ndodhemi momentalisht, por çfarë ka ndodhur me Donaldin? Në momentin e parë që ne kemi prezantuar në emisionin ton këtë histori, pra nuk kemi mundur të ndiheshim indiferent pa prezantuar dhe pa i dhënë një hapësirë të gjithë këtyre nxënësve, por edhe mësueses tyre kujdestare, e cila i ka shoqëruar në emisionin ton, duke u bërë thirrje të gjithë audiencës e emisionit Njerëz të humbur për të ndihmuar këtë djalë. Pikërisht në këtë moment pam një sensibilizim jashtëzakonisht të madh nga gjithë publiku që ndiqte emisionin ton orë të vona, madje edhe në orët e para të mëngjesit, jo vetëm brenda Shqipërisë, por dhe jashtë saj, deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë dua t'i falenderoj në emër të familjarëve, në emër të prindërve të Donaldit, por dhe në emër të vetë Donaldit dhe gjithë klasës së tij, sepse ndoshta në një farë mënyrë ja kemi arritur qëllimit. Pse e them këtë? Do doja të ndiqnim një insert së bashku dhe kthehemi më njëherë në studio. Donald Kumaraku është djali 13 vjeçar nga ura vejgurore, i cili sot e kësaj dite vazhdon ende të vuaj nga infeksioni i veshkave. Për shkak të sëmundjes, ai është i detyruar që shkollën mos ta frekuentojë shpesh. Duke parë si prania e Donaldit në klasë, sa vinte dhe paksohej, shokët e tij dhe mësuesja koordinatore Miranda Kondakçiu ju drejtuan emisionit Njerëz të humbur me një kërkesë dhe lutje ku kërkonin të ndihmonin Donaldin në mënyrë të tillë që dhe ai t'i bashkohet klasës dhe të ndjek shkollën rregullisht. Redaksia e emisionit bëri çmos për ta ndihmuar këtë fëmijë dhe në datën 7 dhjetor 2011 mori përsipër të trajtojë gjerësisht historinë e Donaldit. Në studio kishin ardhur gjithë klasa e tij bashkë me mësuesen Mirandën. Sensibilizimi i të gjithë shqiptarëve u ndjej menjëherë kur telefonues të ndryshëm nga Shqipëria dhe jashtë saj dhanë kontributet e tyre. Do doja të përshëndesja Murat Salion që dhuron 500 euro për Donaldin. Exon Osmana 200 euro. Orët e gjata dhe të vona nuk i penguan teleshikuesit të jepnin ndihmën e tyre. Mesazhet dhe mbështetja u pasqyruan gjatë gjithë kohës, duke bërë të mundur mbledhjen e një shume të konsiderueshme të hollash. Një zotin nga Zvicra Aida kërkon që të depozitoj shifrën prej 600 frangash për
rastin e Donaldit, gjithashtu kemi dhe një zotëri tjetër, ai kalon 1000 franga. 1000 franga. E hënë 26 mars 2012, ambientet e televizionit publik shqiptar mbërriti babai i Donaldit, i shoqëruar nga një pjesë e nxënësve të klasës së 8B dhe mësuesja e tyre. Ai dashtinos së bashku me gazetarët e saj, i mirëpriti dhe i ftoi të akomodoheshin në zyrë. Kjo është dita për të tërhequr dhe çekun ku me të hollat që u grumbulluan do të kryhet dhe ndërhyrja kirurgjikale për 13 vjeçarin. Zoti Robert, ne të urojmë sa më shpejt shërimin e Donaldit. Unë fillimisht dua të falenderoj të gjithë ata njerëz që kanë kontribuar për Donaldin dhe të gjitha këto janë përmbledhur këtu në këtë shumë, në këtë çek që ne do t'ja shpërndajmë sot, do t'ja japim babait të Donaldit, zoti Robert. Janë mbledhur gjithsej rreth 25 milion lekë. Të gjithë janë të kënaqur që më në fund erdhi dhe çasti kur pas pak ditësh Donaldi me prindrit e tij do të niset drejt Turqisë për të kryer operacionin e shumëpritur, që dhe ai të jetë i shëndetshëm si gjithë fëmijët e tjerë. Babai i djalit, edhe pse i emocionuar, shkëput disa fjalë. Falenderoj të gjithë ata që kanë dhënë kontributin e tyre për grumulluar këtë safire, për ndihmuar ana financiare për shërimin e djalit tim Donaldit. Falenderoj të gjithë ata fëmijë të mrekullueshëm, mësuesën Miranën, edhe të gjithë ata miqtë e dashamirës në kam bështetë. Gjithashtu shokët dhe shoqët e Donaldit janë të kënaqur dhe presin që ai t'i bashkohet atyre shumë shpejt. Në emrin tim dhe të gjithë shokëve të mi, njëkohësisht dhe të Donaldit, ju falenderojmë juve e emisionin Njerëz të humbur për gjithë ato që keni bërë për ne. Jemi shumë të emocionuar dhe na ngele të falenderojmë të gjithë ata që na ndihmuan. Jam shumë e lumtur që jam një ndër personazhet e shpëtimit të jetës së shokut tonë Donaldit. Në jetën tonë shkollore do të mbetet një kujtim i bukur dhe i pa harruar. Letra që i dërguam emisionit Njerëz të humbur dhe ndihma që ju na ofruat u simbolizua sot me marrjen e të ardhurave për operacionin për shokun tonë Donaldo. Në emër të shokëve të mi, unë i uroj Donaldit një shërim sa më të shpejt. Kur të kthehemi sot në shtëpi dhe në shkollë tek shokët e tjerë të klasës, nuk do të kthehemi me kokën ulur dhe të mërzitur për një fitore të madhe. Sot ne rifituam Donaldin përsëri. Të gjithë jemi shumë të lumtur dhe mua si mësuesja e Donaldit më mbetet gjë tjetër veç se në këto momente të falenderoj në emrin tim, në emrin e Donaldit, në emrin e shokëve të tij, në emrin e të gjithë kolegëve të mi, emisionin Njerëz të humbur, të cilët na ndihmuan pa mas për të realizuar atë të cilën ne nisëm dhe ta çonim deri në fund për të shpëtuar një jetë, për sa i përket të gjithë shqiptarëve dhe veçanërisht të gjithë emigrantëve shqiptar mbar botën që dhanë me sa mundësi që kishin dhe kontribuan për të mbledhur të ardhurat që të zhvillojë operacioni transplanti i veshkës së Donaldit. Njerëz të humbur i uron Donaldit shërim të shpejtë dhe t'i kthehet jetës normale që i mungon prej vitesh. Pra të nderuar miq, në fund Donald do të niset drejt Turqisë për të kryer pra këtë operacion mjaft të vështirë dhuruese për veshkën e tij do të jetë nëna e tij. Këtu duam të falenderojmë dhe Ministrinë e Shëndetësisë për sensibilizimin që pati nga emisioni Njerëz të humbur dhe për ndërhyrjen që ata bën në këtë familje për të ndihmuar Donaldin. Edhe një herë dua të falenderoj të gjithë ata të cilët kanë kontribuar, sepse kontributet e tyre arritën që të mblidhet kjo shumë. Dua t'ju tërheq vëmendjen të gjitha atyre të cilët premtuan, por këto premtime nuk arritën deri tek Donaldi. Gjithsesi shpresojmë që për herë të tjera të gjithë ata të cilët premtojnë ta mbajnë këtë premtim deri në fund. Rëndësi ka që në një farë mënyre djali do të shpëtojë dhe kjo është më kryesorja. Ne do ta shoqërojmë atë me kamerat tona edhe në Turqi kur ai të kryejë transplantin dhe shpresojmë që gjithçka të shkojë mbar dhe mirë. Këto ishin ato që ne dëshironim t'ju njoftonim në lidhje me këtë histori dhe me fatin, pra dhe me shëndetin e Donald Kumarakut. Dhe ne vazhdojmë rrjedhën e emisionit ton, siç ju tham dhe në fillim sonte do të kemi 3 raste kryesore. Në këtë moment do të qëndrojmë në një histori jashtëzakonisht të veçantë, shumë të vështirë, madje në momentin e parë që ne e kemi dëgjuar të tmerrshme. Javën e kaluar në fund të emisionit Njerëz të humbur ne ju kemi dhënë paksa një pjesë të vogël të kësaj historie, të cilën e mësuam në qytetin e Strugës. Bëhet fjalë për 2 vajza që janë zhdukur në datën 14 maj të vitit 1995. Çfarë ka ndodhur me to?
Unë të nderuar miq, do doja t'ju rikujtoja edhe një herë për çfarë bëhet fjalë dhe kthehemi në studio. E njëjte 6 korrik 1995, fshati Vishnji i Strugës. Një çoban që lëvizte në kullotën malore të asaj zone, vëren në brendësitë një bunkeri të vjetër diçka të çuditshme. Sa më shumë afrohej, skena bëhej akoma më horror. Dy kufoma fëmijësh rëndonin më tepër ajrin e ngarkuar të asaj dite vere. Pak kilometra më tutje, gjendej fshati Ladorisht, i cili prej 52 ditësh zjente nga thashethemet në rritje për humbjen e 2 vajzave, Mevlana Bizati, 10 vjeç në atë kohë, dhe vajzës së hallës së saj, Argëtime Çaja, 12 vjeçe. Policia maqedonëse zbarkon në Ladorisht e një hyrje të xhamisë së fshatit i jep babait të Mevlanës një lajm që për këtë të fundit ishte më i kopshmi që mund të dëgjonte në gjithë jetën e tij. Vajza Mevlana dhe mbesa Argëtimja ishin gjetur të masakruara barbarisht dhe hedhura në një bunker në fshatin Vishnji. Një perde e zezë trishtimi kaploi të gjithë banorët e Strugës, të cilët e mësuan furishin lajmin e tmerrshëm. Për familjarët, kjo as nuk mund të përshkruhej me fjalë. Në një kohë kur faktet servireshin në dritën e diellit, të afërmit e vajzave po përjetonin pushtillime më të madhe të jetës së tyre. Dy qese plastike të lidhura fort, të cilat kishin një madhësi relativisht shumë më të vogël se sa ajo në trupin normal të një fëmije 10-12 vjeçar, që u dorëzuan familjes Bizati dhe Çaja, duheshin ngrëposur menjëherë pa u hapur. Ky ishte urdhri i prerë i policisë maqedonase për 2 trupat e gjetur në vend ngjarje. Ngjarjet po i zinin vendin njëra tjetrës me aq shpejtësi, sa askush s'po arrinte të kuptonte se mbasi diçka nuk po shkonte ashtu siç duhej. Ndërimet e fundit për Mevlanën dhe Argëtimen, që për vite të tëra u kishin sjell gëzime prindërve të tyre, nuk zgjatën më shumë se 1 orë nga momenti i gjetjes, po atë ditë. Kjo histori duhej mbyllur aty ku nisi, në Ladorisht, e të afërmit e 2 vajzave duhej t'u bindeshin pa diskutim autoriteteve shtetërore. Ishin këta të fundit të cilët morën sinjalizimin të paret nga çobani i fshatit Vishnje për gjetjen e kufomëve. Ishin po këta të cilët hartuan proces verbali mbi gjetjen e trupave të pajet të vajzave, duke u vënë në mënyrë të befasishme identitetin e Mevlana Bizatit dhe Argëtime Çajës. Se si kishin arritur në aq pak minuta t'i identifikoni dhe përse nuk i kishin lejuar të afërmit që të shihnin trupat e tyre përpara se t'i varrosnin, kjo nuk dihet ende. Por nga ana tjetër, autoritetet vendase kishin diçka në dorë që do t'i kënaqte shumë shpejt, thuajse të gjitha palët, dhe do të qetësonte shpirtin e vrarë të prindërve të vajzave. Pak ditë më pas, zyrtarisht në mediat maqedonase dhe shqiptare publikohet me të madhe një lajm bombë. Daja ishte vrasësi i Mevlanës dhe kushërirës së saj, Argëtimes. Procesi gjyqësor në ngarkim të shtetasit Idris Dauti u zhvillua në qytetin e Manastirit, i njohur nga maqedonësit si Bitola. Mësohet se në shkallën e parë të gjykimit, i pandeuri ka rezistuar duke këmbgulur në pafajësinë e tij, duke mos pranuar autorsinë e krimit. Në gjykatën e apelit, çuditërisht ai ka pranuar se ishte ai autori i vrasjes së 2 fisht. U vërtetua se Idris Dauti i vrau të 2 nxënësit më 14 maj të këtij viti, duke u kthyer nga krempja në fshatin Shumë. Autori e pranon fajin, duke pohuar se mbesën e tij Mevlanën e mbyti forcërisht me duar, ndërsa Argëtimen me gur mbas koke, pasi kjo e fundit po tentonte të ikte me vrap, dhe po t'ja arrinte qëllimit, do të ishte dëshmitarja e vetme në krim.
gazetet e asaj kohe lajmin e bujshëm që kishte zbuluar policia dhe së fundmi gjykata. Arsyeja që i pandehuri ka dhënë për kryerjen e krimit të tij ka qenë tejet e pabesueshme. Ai ishte xheloz për motrën e tij Isnien, në këtë rast nënën e Mevlanës, sepse atë gjoja donin dhe e përkranin më shumë prindrit dhe pjesëtarët e tjerë të familjes, sa vet Idrizin. Për inat të motrës, ai kishte vrarë të bien. Mes shumë tensionesh, çështja makabre u mbyll në manastir. Për vrasjen e dy fish të dy fëmijëve, drejtësia maqedonase e patë arsyeshmi t'i jepte Idris Dautit vetëm 15 vite burg, dhe sot ai është i lirë. Megjithse askush se ditës saktë se ku ai jeton, ka zëra në fshat që thonë se pas 7 vitesh ai ka dalë nga burgu. Po kush është Idris Dauti, cila ka qenë përbërja familjare e tij në vitin 95 dhe a ka patur vërtet arsye që të kryente një veprim të tillë, mbi të gjitha ndaj mbesës së tij. Që të flas rreth kësaj, fatkeqësisht edhe kjo bari bie Isnies, nënës së Mevlanës dhe njëkohësisht motrës së Idris Dautit. Po në kemi qenë 4 fëmijë. Unë jam e madhja, është Idrizi, dhe Mnaliu, në qmit është i vogli. A prindët e mi kanë jetuar gjithë një jashtë Gurbet. Ky prindit babën ma qojnë e qërim, nënën Azbie, se nëna nuk jeton më. Kemi qenë mirë, shamat s'kem pasur. Se s'kem pasur si curt, se në që të kesh grindje. Ka baba në ndimonda, por nuk në askite të ulla dhe më ndimonda të kishte gjelos. Por një tejshë fëmijëve sinë. Po në të dite, unë me familje nuk dava. Se i mori vlaj, ma afrë se vlaj kumë, ato prindit e Ademit është që ja prindit e tuj, e ndava mua betin e prindit si të mirjevesh ma me ato. Që në krye të herës, Idrizi ka qenë personi i pari dyshuar për zhdukjen e vajzave, por askush nuk mund ta vite gishtin mbi të, sepse provat nuk gjendeshin gjikundi. Kjo vetëm për pak kohë, sepse një dëshmitar i prishja Libin dajes së Mevlanës, duke treguar të vërtetën e asaj mbasdiqe të 14 majit të 95-s, duke u bashkangjitur thënieve të sinqerta të fëmijëve të tjerë, të cilët atë ditë luanin në oborrin e shtëpisë. Idris Dauti kishte gënjur 2 nga 5 vajza që rinin së bashku, duke i marrë me vete drejt fshatit shumë. 3 prej tyre shpëtuan fal faktit që u kthyen mbrapa për të marrë mushamat për të mbrojtur nga vesa e shiu të hollë që kishte filluar. Por kjo nuk i favorizoi Mevlanën dhe argëtimin. Disa minuta larg Ladorishtit, në fshatin shumë, kremtoi si çdo vit festa pagane e Remis, ku të gjithë banorët shkonin buzë në liçeni artificial dhe kryenin ritet e kësaj feste. Në mëngjesin e po asaj date, të 14 majit, Mevlana kishte qenë atje me vëllain, motrën e persona të tjerë të familjes. Në orët e mbasditës, dëshira e voglushës ju bashkua lutjes së dajes që ta ndiqte me fëmijë të tjerë, përsëri drejt fshatit shumë, duke u dhëtuar me një furgon taksi. Në qendër të Ladorishtit, taksisti i fshatit u bë kështu dëshmitar i kyç që më vonë hodhi poshtë gjithë versioni e deri atëhershëm të Idris Dautit, se gjoja të mbasdite, ai nuk i kishte marrë vajzat nga abori i shtëpisë ku po luanin. Unë atëre kam punuar si taksist, kam pasur një furgon dhe jam nisur që këtu në mes të fshatit. Kam qenë i parkuar në fakt aty edhe njeriu erdhi, dajoj vajzës erdhi, me 2 vajzat edhe më lut t'i qoj në fshatin shumë, atje bëhet një pagoj feste në atë ditë. Edhe i kam quar deri afër liçenit të fshatit, liçen artificialesh do të shohim. Edhe aty i lash, më pagoj parat, unë i ka qaru do para. Ju zakonisht lëviznit vetëm me kaq pak pasagjerë? Po shikoj, ai mua më pagoj veçanërisht, se neve me aq pak pasagjerë nuk lëvizim, po kur të pagon të njëri ekstra të jepën, domethënë të pagon aq sa i kërkon, atëherë lëvizim, po.
Edhe ai të duk se kishte një arsye shumë të fortë, pra që po prenotonte si thuash gjithë furgoni, që ishte për 8 vende, vetëm për vete dhe për dy fëmijë dhe tikte urgjent drejt fshatit shumë. Ai mua nuk më duke shqetësuar, vetëm mua më tha që ka qef që të mbërri parës atje se më dita kështë filluar të kthej nga mbrëmja, edhe kishte qef që të shkon atje të shefën atë festën që bëhet në atë fshatin atje, edhe më tha që prandaj shpejton puna, prandaj do të shkojmë më shpejt që mos bëhet më vonë, do të jetë shumë vonë. Megjithëse që në atë kohë kur më morja i mua për atje nuk ishte më pasagjerë për të quar, më së shumë t'i kthejesin pasagjerë nga atje se sa shkonjin. Ajo ishte koha kur njerëzit më kishin filluar gradualisht të kthehen nga e lasë në shumë dhe të vorët e fshatit, me që kishte shumë maqina, unë s'mundesha më të kalojmë më tej, se ishte rruga e zënë, i lash aty, pritën nga furgoni, u përshëndetëm ditën e mirë, e unë nuk seva pra. Po në sjelljen e tij atë ditë vërejtet në një gjë ndryshe nga herët e tjera përderisa tha që ju e njihnit. Asnjë farë shqetësimi unë nuk pash, nuk vërejt atë edhe nuk ura në dyshim asgjë që të. A ka patur raste të tjera që ka ndodhur në këtë fshat, në historitë të ngjashme të çuditshme, ndoshta rrëmbim fëmijësh, duke fëmijësh? Mua më duket se jo, unë nuk kam dëgjuar. Por në fshat që të janë mbyer fëmijë të tjerë të ketë pasur ashtu raste, unë nuk kam dëgjuar dhe besoj që s'ka pasur. Të gjitha këto fakte normalisht do të rëndonin mbi personin në fjalë, sepse ai kur nuk tha të vërtetën e atyre që më vonë vërtetoheshin si të tilla. Mbas 17 vjetësh, detyrimisht që lind pyetja. Përse një ngjarje e tillë vihet përsëri në qendër të vëmendjes, përderisa ekzistojnë dy varre bashkë me varrëmisin e jetëve të tyre? Nëse nga detajet e treguara shkurt për sakt nuk kuptohet, këtë mund të argumentojnë shumë mirë familjarët e Mevlanës, por edhe banorët të shumë të Strugës. Përse nuk u lejua që të hapeshin dy qeset plastike që thuajse mbanin trupat e viktimave, e përse duhej që të varroseshin urgjentisht? Si mund të futeshin në dy qeset të thjeshta trupat e dy njerëzve 10 e 12 vjeç? Cili mjek ligjore ka vërtetuar se ato dy trupa i përkasin Mevlana Bizatit dhe Argëtime Çajës, dhe mbi ç'bazë? Kush e ka vërtetuar? Cili dëshmitar që në ato qese kishte vërtet trupa njerëzor dhe jo kockat e një kafshe? Mbi të gjitha, sa e vërtet është dëshmia e Bariu që ka pretenduar se i ka gjetur trupat e vajzave? Për të gjitha këto pyetje që s'marrin përgjigje, të afërmit kanë ushqimin më të mirë për të shpresuar se vajzat janë gjallë. Thashetheme të shumta qarkullojnë në Strugë, ku thuhet se Daja thjesht i ka shitur vajzat për trafikim në Itali, por nuk i ka vrarë dhe s'di gjë tjetër rreth tyre. Që Idris Dauti është bashkëpunëtor në humjen e dy vajzave, këtë e ka thënë akoma Mash për ligji që ka rënduar ndaj tij. Nëse supozohet se e vërteta nuk është ashtu siç dihet zyrtarisht, përse personi në fjalë të pranonte të kryente gjitha ato vite burg e ndarjen nga familja e tij? Ndoshta ai nuk është i vetëm, ka patur dhe bashkëpunëtor të tjerë më të mëdhenj në pozitë, të cilët mund ta kërcënonin këtë të fundit në rast të moszbatimit të urdhrave. Kësaj frike se kush mund të qëndroj prapa kësaj historie, ndoshta i druan dhe familja Argëtime Çajës, të cilët nuk pranuan të na japin intervistë për njerëz të humbur, por që u duk qartë se ata kishin frikë. Varet pa emër të dy vajzave nga fshati ladorisht i Strugës, po dridhen nga themelet e së vërtetës pas 17 vjetësh. Të nderuar miq, kjo është historia të cilën ne vazhduam edhe nga java e kaluar, një histori vërtet e çuditshme, e tmerrshme, misterioze. Çfarë ka ndodhur atë ditë, 15 majit, në vitin të 14 majit, në vitin 1995, pikërisht në fshatin Ladorisht. Ka qenë vërtet Daja personi i cili ka humbur jetën e vajzave, apo çfarë ka ndodhur vërtet atë ditë? Sonte, siç ju thash dhe në fillim të emisionit, me ne në studio ndodhen familjarët e Mevlanës, zoti Adem dhe vllai i saj. Mirëmbrëma dhe një herë, mirë se keni ardhur. Urim e emisionit, edhe të stafin.
urimi. Atëre, zoti Adem, sonte do të kthehemi 17 vjet mbrapa, apo jo? Kanë kaluar shumë vite për të hapur ndoshta një plag që vazhdon të jetë e pranishme në zemrën, në shpinë tuaj, në gjithë familjen tuaj, për zhdukjen e Mevlanës. Unë do doja pak të më tregonit, në një farë mënyrë ne kemi marrë pra një intervistë, erdhëm në Strug, në Ladorish, në fshatin tuaj, për të marrë edhe pra përshtypjen e të gjithë bashkëfshatarëve tuaj dhe të gjithë atyre që janë folur në atë kohë për zhdukjen e vajzave, por unë do doja të dija pak si kanë qenë marrëdhëniet e familjes tuaj me Dajën. Me Dajën kemi pas pak më shumë, po nuk sa që duhet nuk e kemi pas ashtu. Dhe çfarë tipi ka qenë ai pra? Po tip ka qenë i mbyllur shumë, po punëtor ka qenë kështu, ama i mbyllur. Vinte shpesh në familje? Vinte, shkonte, ante. Ai ku jetonte për vete? Tash jeton në shtëpi. Atëherë, flasim gjithmonë para se të ndodhe historia. Në punë në rrugore, kështu, pas rrugave. Jetonte afër fshatit tuaj në një fshat? Në një fshat. Kishte ndërtuar familje, kishte fëmijë? Familje, 4 fëmijë. Kishte 4 fëmijë dhe familje? I darë me babës. Vjera ishte në Gjermani, vjera në Gjermani ishte. Pra gjithë familja e bashkëshortes tua jetonë në Gjermani? Vete një motër ka që gruja. Edhe u dape familjes a ju, ja bërë shpinë vjere këtë, me shpinë me këtë. Kishim pak, kishim problema shumë, kishim. Mbasi, pra ndodhe historia, dhe aji nuk të regonte se kishte qenë aji personi që i kishte quar vajzat pikërisht në atë vënd. Gjatë kësaj periude, në qoftë se ju kujtohet, vinte shpesher në shtëpi, pra si kanë qenë qëndrimi i tij gjatë periudhës përpara se ju të merrnit vesh pra se çfarë kishte ndodhur me Vinte. derisa të vinte policia dhe t'ju tregonte. Kur e bori që e bori krimin ai, 6 javë. Pra që nga zhdukja e vajzave, derisa policia i solli... Policia ku e gjegje... Sa kohë kishte kaluar? 6 javë. 6 javë. Në këto 6 javë? 14 maj, fëmijët dolën më shtatin korik. Dolën fëmijët, në athritën pas e policia... Nga 14 maj, deri në 7 korik, që policia ka ardhur dhe ju ka thënë se janë gjetur 2 trupa. Gjatë sa periude, si kanë qenë marrëdhëniet? Se erdhi ai pasë. A i vinte në familje? Jo, s'vinte, ma, o da pas e peja nata që taksisi që e lemëroj që unë i qoha të festa, edhe peja nata i më nesme dhe seri më, 7 javë sërit. Shkonte policia, shkonte vinte në punë, shkonte vinte në policia, e la, ashtu e la. Se mi të asë në jetime, asë në asë. Vim pak tek dita e kopshme, pra tek data 7 korik. Vjen policia dhe ju jep lajmin e kopshëm se janë gjetur... Gjetëm fëmijët. Gjetëm fëmijët për si bunkerit. Me një plasmasësi, edhe e gjupi ishte pas plasmasit. Besa kishte një parpantole. Gjupi është pikërisht i Mevlanës, që ka veshur, e ka pas të veshur atë ditë? Mevlanë ka veshur, se ka atë të shika në dite. Edhe e ka veshur gjupi kishte, edhe një parpantole. Pas masi i lidhur me atë në përsiva bunkerit, edhe gjupi ati pas asaj, edhe mbesit ishte qata si do një shemshi. Edhe pantollet aty pranë, edhe unë u bazoha pas gjupit të vajzës, se pa vetëm atë bashkë, s'pash asë me gjë. Pa nda jyra këse punën, se nuk jam i qetë se s'pash asë që. Më te juve folit me policin pra dhe dikush nga familja pra ju tha polici se nga vërtetohet që kush e vërtetohet që... Policia tha sa më shpejt të mirën dhe se bjenera dhe për një pejet e bunkiri gjithë e varët 1 orë është borë varrimi. Sa më shpejt të varosen. Edhe unë u punita. Fisi ishte, u punita e fisi edhe e la marshu edhe unë... Edhe pas nuk ishte aqë që qetim të shumë. Edhe i varo, për 1 orë janë varosur fëmijët. Me pasmas të zi. As alkohol, as të doktorit të bëj me miksi asë me njështë në morin që. Po sa më shpet varosen. Nuk e di unë qarë ka aty brenda.
Ne nuk i pan fare iq. Pra, gjithë kjo proces, kjo procedur kaloi shumë shpejt, apo jo, jo nuk pata asgjë. Na blokirë me një, na blokirë. Të nesërmen u kap me njëherë... Shkollë gjyq, pas një javë shkollë gjyq pasaj. Shoferi furgonit, mbas sa kohësh ju tregoj? Po, nisit. Ka qonë që s'dine ku të mbaj, që këshime dhe dhimje në halës, që e mori e cucën e halës. Sepse ishte edhe vajza e halës, vajza e motrës tuaj, apo jo, së bashku. Personi që i mori fëmit, ka armë 3 ora, atë dite, 14 maj. Kurse më orën 6:30, a i ka qonë në qendër të fshatit. Kurse ne i lajmëru në shtëpi, do shta janë këthyrë bashkë me Dajon, për në fejs, s'kanë shkur të Dajova. Kurse e shoqja e Idrizit, që telefonuam, jo tha, nuk është tu, tha, s'janë asë fëmijë, tha, pa asa ju. Po ku është aj? Tha, shita mos jetë në qendër të Katundit. Po tha, si ka mundësi ajo i mori fëmijë, i mori edhe me vlanën e argëtimin. Edhe tha, shko Shqipni, tha, që mos keran, tha, që ka qonë liçeni artificial në atë fejt, po Shqipni, tha, që mos jetë në bytur. E për atë kone u trejmën njësit, se baba las kështarë të pune, ishte në punë. Bashkëshortja e ti e dinde që pra buri saj kështë marrë vajzat dhe i kështë quar atje? Pa i deklaroj fëmive që esni me mua që të qojnë në të fejstat, që i kam gruën me gjithë fëmijë. Këtë dëshmi e mbanë mënd motra juaj, apo jo që luante së bashme me vlanën dhe me vajzën tjetër, që kanë qënë 5 vajza. Pra, a i ka dashur të marri të 5-ta. Kanë shkuar deri tek furgoni, ka rënë një ves shi, 3 të tjera të ja këthyrë mbrapsh për të marrë një xhup. Në momentin që janë këthyrë për të shkuar të furgoni, furgoni kështë e ikur së bashku me të 2 vaj, pra me vlanën, argëtimin dhe Dajon. Kurse atë dita ishte në 8 orat mëngjesi, si që është në montajë ati që ka deklaruar nana, ishte 1 mëngjesaj. Kur dollëm në të qendrë e fshatit, ajo ishte aty, në qendrë ishte. Ku i ke cucat? Ja tha, cucat tha se erdhë me mua. Unë, motra, cuca aqës, kemi minusë në kam keniku, për në shumë. Fshatin shumë ishte? Fshatin shumë. Kur kemi shkuar atje, aty s'kishte pik njëri më, fejsta ishte mbyllur, që ishte 6 ora, 7 e mbrëmjes. Pra, Idrizi Daja ju tha se nuk i ka marrë në vajzë. Jo, s'peronte. Në te kur ka deklaruar shoferi pra i furgonit, cilën ne dëgjuam me njëherë të nesme, a i ka ardhur vetë, ju ka trokitur në shtëpi? Po. Se baba, ajo i sinstoj se baba ditën të nesme erdhë njërë në Shqipëri të bëj denoncimin, ajo i sinstonte që të ka qënë bashkë me babën, edhe në Shqipëri. Edhe Daja, pra keni ardhë të 2 për ta kërkuar. Edhe një pim, e kështë edhe një pim prapa, që në motës. Mirë po ajo i sinstonte që të shkoj me këto bashkë. Këto da s'ka nevojë të vishë. Unë da që s'ka nevojë të vishë me mua. Jo do vjetë dhe unë do vjetë. A be rriti se s'ka nevojë të vishë me mua. Unë kam një pire kamë të shkojnë në vetër. Një ardhe i me mua ardhe. Ama i prishur në qene, i prishur vetë, total. Kur kanë ardhur te Shqipëria këto që e bën denoncimin, ka qenë ora rreth 2 Ku e keni bërë denoncimin në çfarë? Në Prenjas, në policinë e Prenjas. Atëherë ka ardhur Afrikë Prenjas. Po, shumë afër. Taksia, shoferi i furgonit, ka ardhur personalisht në shtëpi, që ka qenë prezencë edhe ai në shtëpi. Ka thënë, "Pse se pranon që fëmijët s'kan qenë me ty, fëmijët ishin me ty, unë ju çova." Pasaj ndërroj temën, është që më humbën në shumë, aty ku shkuan në festë. Pastaj filloi të tregonte që shkuan në festë, më humbën aty. Më humbën, jemi morë, nuk ishte as ata ishte. Nuk ishte. Pasaj sa ngjarja i më nuk erdhi në shtëpi. Pasaj 6 javë, gjermështate, sopraqitinç. Policia e latë lirë. Mbasi u gjetën kufomat. Policia çfarë? Pasaj e mori fos policia. Policia si u gjetën kufomat, se unë isha se ishte djali vetëm nga asaj shtëpi që i përcilën ngjarjet e se ishte i vogël, 13 vjet e gjysmë. Çdo gjë me vëmendje. Si u gjetën kufomat, që antarët që morën pjesë në varrim, që u kthyen për në shtëpi, ka qenë ora 3 e gjysmë. Ai ka ardhur, po jo që të vi prezencë në shtëpi, po e ka sjell nënën të nanës, me makinë me çunin e gjithë të vetë ishte.
Ishte prezenca në makinë. Të kërkoj ndjes, duhet të kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, do të kthehemi sërish të nderuar miq, të gjithë ju që keni dëgjuar e kësaj historie, që dini diçka më tepër, sidomos të gjithë atyre që na ndjekin nga Struga, nga Maqedonia, nga Shkupi, por dhe nga gjithë zonat përreth, në qoftë se kanë dëgjuar diçka më tepër rreth kësaj historie, e cila ka ndodhur në 14 maj të vitit 1995, do t'ju lutesha të kontaktonit me emisionin tonë. Shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe kthehemi njërë në studio. Plus të përket ty. Jemi kthyer në studio të nderuar miq, pra ndodhemi në një emision të drejtë për së drejti në kërkim të fallit të personave të humbur dhe të zhdukur. Përpara se të shkëputeshim për hapësirën publicitare, ishim duke folur për një histori e cila ka ndodhur në Strug 17 vjet më parë për zhdukjen e 2 vajzave, njëra pra 10 vjeç dhe tjetra 13 vjeç. Sonte kemi të ftuar në studio familjarët e 10 vjeçares me Vlana Bizadi, babain dhe vllajën e saj, të cilët kanë ardhur të zbardhin të vërtetën dhe të marrin vesh se çfarë ka ndodhur atë ditë. Pra, kemi ngelur pikërisht tek pika se policia erdhi dhe ju njoftoi. Policia ka ardhur, ka qenë data 7 korrikut, ka qenë ditë e premte. Kurse baba u nis për të falë xhumë, sa pas faljes të xhumës do shkoj te Aldo, që kishin mallën e madhe. Policia ka ardhur në shtëpinë tonë, ka qenë vetëm një polic. Një polic? Po. Ka thënë, ku është Ademi? Ne thamë që nuk është në shtëpi, po është te Aldo. Ai pe aty ka shkuar te Aldo, e ka thënë që i gjetëm fëmijë, po i gjetëm të vdekura, të vrara. Vetë marrë një batanie të marrë shtatë, marrë një batanie. Për çfarë më thotë batanie? Të vrara, ku te Bukeri. Shkuam aty ne, ardhe fisja aty, ama qëllojnë një vdekje aty në fshat, një plak aty. Matë minutë, matë sat aty. E varrosën, se varrosën atë ne jam rrim prapë me një për një orë, ku shkuam aty ne, ishin bërë gati, ishin bërë atë pas masët. Ishin bërë qak, nuk e hapëm ne. Asnjëherë pra nuk janë hapur? Jo, policia ata nuk japën. japën. Atë ditë që ju shkuat, sa polici ishin? Atë ishin me inspektore, me polici, me kishin 3-4 me inspektore. Ama ne na thanë, mos japni. Këto sa më shpejt të varrosen. Ne unë punit ishte. Pra, ju pat nga janë gjetur tek ai bunker, i cili ne pam dhe në kronik të nderuar miq. Vendi ku është gjetur, në krah të një plasmasi ju pat dhe xhupin dhe disa xhupin e Mevlanës dhe disa rroba të argëtimes. Ju bëri përshtypje se xhupi nuk ishte as gjak, Xhupi as me gjak s'ishte, as yndyrë e balt, do të ishte me balt pak. As me balt, as me gjë. As me gjak. I pastër, pas masë. Dhe këto pra qese ose trupat që ishin gjetur aty nuk ishin shkuar as në spital, as për analizat, absolutisht asgjë, por direkt nga bunkeri në Vareza. Varrimi u bë për një orë. Pete bunkeri gjetë varet një orë po. A ka 2-3 kilometrë ka pete bunkeri. Edhe sa më shpejt i varrosëm ato njerëz ishin të ta i plaku që diqa ditë në atë ditë u kryen aty edhe. E keni pyetur ndonjëherë policinë ato vite përse nga e morët vesh ju që këto ishin? Jo, ne policia ishte thjesht u vërtetua vetëm nga u bonitën ti ide edhe ne nuk sumbash më sum pirë ka shumë. Vetëm unë 17 vjet kam menduar se si kam parë këto unë, çka kam bërë unë. E më bjen vetëm unë e realizoj. Se si qilim neve, se si qilim fisi. Neve azi i varrosëm kap aty, nuk dim se çka kemi shtirë. Në ato kam shkuar unë, ta di dhe unë të vërtetën të fletë unë ratë. Çka u po me këto? Vim pak tek Idris Dauti, pra është daja e i vajzave. Dhe vllai bashkëshortes tuaj. Ai në seancat e para mbas shumë kërkimesh dhe mbas shumë pyetjesh, në 2 seancat e para të gjyqit ka deklaruar i pafajshëm, pra nuk pranoi. Përveç se në seancën e tretë ka pranuar krimin. Unë s'kam qenë atë ditë. Kush ka qenë atë ditë? Unë ditën e parë ishe me vajzën që kishe me vefte, smedronje.
edhe ditën e tretë kam shkuar. Ju s'keni marrë pjesë asnjëherë pra kur është marrë vendimi? Vetëm ditën e parë kam atë, ditën e dytë s'ashtu. Se s'më dronja, s'më ashtu. Të paktën nga ato që ju i keni marrë lajme më shumë nga media, nga policia, nga prezencë familja e argëtimës. E argëtimës. Në gjyqin në seancën e tretë, ka qenë çuni i hallës. Vetëm baba që s'ka qenë prezencë. Edhe ai në seancën e tretë ka pranuar krimin dhe ka thënë se me Vlanën, njërën nga vajzat pra e ka mbytur me dorë, ndërsa... Krimin e pranoi aty në gjyq, ku ka shkuar në burg aty te Po, do vim dhe aty. Ngelim pak të vendimi gjyqit. Pra, ka deklaruar se me Vlanën besën e tij e ka mbytur me dorë, ndërsa vajzën tjetër i ka rënë me gur mbas kote. Të paktën siç ka deklaruar në gjyq. Që në këtë gjyq ju nuk keni qenë prezent, por ju ka thënë një pjesëtar të tjerë të familjes të argëtimes. Ndërkohë, ky person është dënuar me 20 vjet burg, apo jo? Mëtej, ju keni marrë vesh se nga persona të tjerë, të cilët kanë qenë bashkëvuajtës me të në të njëjtin burg, se ai vazhdimisht në burg ka deklaruar se unë jam i pafajshëm. E bojkot burgu, vetëm që familjet e si kanë rarë. Simbas atyre që ju keni dëgjuar por dhe ne, gjithashtu, është marrë vesh se ai ka bërë vetëm 8 vjet burg. Nuk e di, a 10 vjet ka bërë, a 12 vjet, a ju dënua 20 vjet. Nuk e, unë se kam parë fare. Se të kështë e parë, unë e kështë në thatë, ama nuk e kam parë. Tani ai është i lirë, apo jo? Unë nuk e di fare. Unë se kam parë fare. Shpresoj vërtet që sonte të na dëgjoj dhe ndoshta për herë të parë të tregoj të vërtetën. Në qoftë se është ajo vërtet që ka deklaruar në gjyq dhe për cilën ai është dënuar, të paktën edhe ju të preni të qetë. Gjithsesi, kryesorja është, unë mendoj se puna juaj dhe tona fillon me njëherë të bëhen analizat e ADN-s. Kjo është kryesorja. Mbasi kemi bërë analizat e ADN-s, atëherë ne mund të flasim me bindje të plotë dhe mund t'i kërkojmë vajzat, në qoftë se dalin që ato dy kufoma, të cilat janë varrosur, nuk janë të vajzave, atëherë mund t'i kërkojmë tek të gjallët, apo jo. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që ne nuk mund të ndriçojmë duke publikuar historinë e vajzave tuaj, edhe se çfarë ka ndodhur vërtet atë ditë. Është vërtet daja vrasës apo çfarë ka ndodhur vërtet? Janë shumë pikë pyetje të cilat ne duam t'i zbardhim, t'i zbulojmë, ndërkohë që janë shumë pikë pyetje të cilat edhe ne si staf, duke analizuar, duke ju kthyer të gjitha momenteve, kemi parë se ka shumë mangësi në gjithë këtë histori, duke filluar që nga organet kompetente të policisë maqedonase dhe deri tek vendimi i gjykatës. Gjithsesi, prandaj ndodhemi sonte këtu për të zbardhur të vërtetën. Nëse ju ka ngelur ndonjë pjesë tjetër, të cilën dëshironi ta thoni dhe atë. Po. Desha ta theksoj sot zonja Aida se datën që u gjetë të fëmijët në mbrëmje kanë thërrit babën në shtapin policor, që ka thonë që e kapën vrasësi, që mu Idrizi, që i ka vrarë ky fëmijë. Kurse në seancën e parë, që është bërë gjyqi, ai nuk ka pranuar, plus ai gjyqtar që ka qenë, i ka thonë motrës, që ai pranon për dajo, personin të pandekurin. Motra i ka thënë, jo, nuk e pranoj, ky është vrasës, dua motrën gjallë. Kurse ati, i ka thënë, ti a e pranon për mbes. Përse zonja Aida ju e pranoj për mbes, kurse ai të bën gjithë atë krim. Ai s'ka pranuar as seancën e parë, as së dytë. Nëna juaj dhe bashkëshortja juaj nuk flet me asnjë person të familjes së vet. Janë ndarë që në atë kohë? Që atë kohë, 17 vjetes nuk kemi marrë. Ata çfarë pretendojnë? S'kemi ne. Ato pretendojnë që i ndëgjojmë. Po? Të tjetër kush, që e ka bërë burgun për kot, për pa faj. Që mu ka bërë vrasje. Në që s'ka bërë vrasje, të të vërtetë të marrimi, ku janë? Përse të rrimë këto 17 vjetë, dhe me sytë e dirjanë të është ta? Ju
Ju sa vjeç keni qenë atëre? 13 Ke vjeç. qenë 13 vjeç dhe me Vlana 10 vjeç, apo ishit shumë të lidhur? Shumë. Shumë edhe e zgjuar ka qenë shumë. Atë ditë ke qenë dhe ti aty në obor? Keni lozur? Atë ditë jo, në obor nuk kam qenë brenda në shtëpi. E mban mend kur erdhi Daja, në mëngjes, pinte një në kafe? mëngjes erdhi, që na ngjiti duke ngrënë mëngjesin. E ftuam për të ngrënë bukë, nuk deshte. Tha ja duan një kafe, dhe pa sheqer. Ja bori nona kafe. Në moment motra bëheshin hazër, përgatiteshin për në fest. Që shkojnë me gjithë kushurin ka tjera, talës, taqës. A i në kanë dejtë aty 1 orë gjysmë, a i gjesa bon vajza, tha do dalë edhe unë. Nëna e pyeti, tha, pa të turin, tha, do shkojnë. Kurse unë nuk shkova personalisht në atë fest. Ndërsa 3 vajzat e tjera u nisën, por do ishin 5 vajza atë ditë apo jo? Shkuën për e parë, shkuën në fest ato, u kthyen në ora 2:30 ka qenë. Me Vlana, Agër. Pra shkuan njërë në mëngjes, rreth orës 2 të drekët, para dite. U kthyen prapë. U kthyen, dhe pastaj shkuan sërish? Pastaj lunin në borë, që në kolojt në borë. Ka ardhe vetë personalisht në shtëpi, nëna ka qenë ta alluar. Të motra madhe ka qenë, të në ngartimit, të motra madhe. I ka gjetur fëmë cuca tu ka ngrënë bukë, është unë që dhe vetë ka ngrënë bukë. Ka ngrënë edhe vetë bukë. I ka pasë e këpucët të ndyra me barë, i ka thënë motrës që është agënjes, ajo është 12 vjeçare vërës me agërtimen. Mila këpucët, ja ka larë këpucët, i ka vesh këpucët, ka thënë, do vini me mua, të shkojmë gjenë shumë, do të brejë dhurata, të marim gruën me gjithë fëmit. Ato, kurse kjo motra tjetër, ka shkuar gjetë dera, në fund të barri që kështë dera, ka ndryshuar me një që ta pastroj shpinë, që këshën bëjë rëmuj. Kurse ato 4 ta unisën, ku kanë shkuar në qendër të fshatit aty, të të dyja ka ndryshuar me ndime, ka thënë, po ishëm ne që të kërkojnë prapë. E ka njërë që ka qenë një mëlltore aty, për dera kullore. Ka thënë, ne nuk vim. Po e sa ato ka njërë në mëlltore, kur kanë dalë, fugoni nuk ka qenë, ka i. Ati keni pyetur në këtë fest shkojnë shumë bashkëfshatarë, apo jo? A ka dalë në njëri të deklaroni qofë se atë ditë i ka parë? Sepse shoferi furgonit thot i lanë deri tek Varezat pasi kishte shumë makina, shumë njerëz dhe trafik. I ka lënë aty, ata kanë zbritur dhe është kthyer prapë mbrapsh. Atë ditë në momentin që ai ka zbritur, unë në këto doja të bëja thirrje të gjithë atyre personave që ndoshta kanë qenë atë ditë dhe i kanë parë. Idris Dautin, bashkëshatarin e tyre, së bashku me 2 vajza të vogla, kanë zbritur nga një furgon dhe ndoshta mund të kenë vazhduar rrugën drejt festës. Në qoftë se ka persona, edhe një herë, ka qenë ora 4 mbasdite, data 14 maj 1995. Ndoshta mund ta lidhni atë ditë, ndoshta mund t'ju kujtohet sepse ka qenë një festë e cila bëhej edhe një herë në çfarë fshati? Në fshatin Shumë, afër Ladorishtit. Ka qenë një festë pagane ku mblidheshin gjithë bashkëshatarët. Atë ditë Idris Dauti së bashku me të 2 vajzat kanë zbritur nga një furgon dhe kanë vazhduar rrugën. Furgoni ka ndaluar tek Varezat në hyrje të fshatit. Ka pasur shumë trafik, ka pasur shumë njerëz, nuk ka vazhduar më tej dhe pra Idris Dauti së bashku me Mevlanën dhe Argëtimen janë detyruar të zbretësin aty. Në qoftë se ka persona që ju kujtohet, pra dhe e kanë parë pikërisht këtë person me të 2 vajzat e vogla, do t'ju lutesha dhe një herë të kontaktonit sonte me emisionin tonë, qoftë dhe anonim, vetëm na tregoni nëse keni parë diçka më tepër që deri më sot nuk është publikuar dhe që askush nuk e di. Dikush duhet t'i ketë parë, sepse atë ditë ka qenë festë. Jo një ide, e se kanë këlluar 17 vjetë, kjo plaga jonë asnjëherë nuk është mbyllur. Se kemi ndëgjuar shumë fjalë, shumë për 17 vjetë, shumë këto që kanë kaluar 17 vjetë, shumë fjalë, shumë personalisht nuk ka në shtëpi, po që kemi ndërgjuar në tjere që kanë folë. O në Itali, o këte, o ande, të dhana ka shumë më pa në ajrë, thëmë, në ajrë. Pra, ka fjalë, do në të thoni se ka fjalë se ndoshta nuk kanë qenë pikërisht vajzat tuaja ditë që ju keni verosur, ndoshta ato mund të kenë shpëtuar, apo çfarë mund të kenë ndodhur, dhe mendoni se duke dëgjuar të gjitha këto fjalë, mendoni se këtu diçka është fshehur? Unë të pasmasi jam të dyshoj të pasmasi, të nuk e pash pasmasi. Lidhur e në dorës të arshivit, ato e të pasmasi,
Dhe doktori aty të ishte sekret, as doktor s'pamre aty, as i përgjegjsh. As të shkrim zura unë aty. Absolutisht as i përgjegjsh. Vete i morëm edhe i kullu aty. E kanë qenë në një formë të çuditshëm plasmasë. Për një orë për varrim. Ka qenë plasmasë të zi, si thon, ka qenë kaq. As po forma as si drejshëm. A ti sa që deformuar, përse mos i fusim në atë. Kanë qenë plasmasë të vegjël pra. Plus grikun e lidhur, pse ku më qenë futur aty drejt. Do të qëndrojmë këtu, nderuar miq, kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, mos u largoni, sepse kemi nevojë për ndihmën tuaj, për informacione. Nëse dini diçka më tepër për sugjerimet tuaja, kthehemi një herë mbas reklamave. Plus të përket ty. Ku, në xhep? Në shtëpi. Jemi kthyer në studio. Atëherë për gjithë ju që jeni duke na ndjekur për herë të parë në këto momente, jemi në një emision të drejtë për së drejti në kërkim të fatit të personave të humbur dhe të zhdukur. Përpara se të shkëputeshim për hapësirën publicitare, ishim duke folur për historinë e zhdukjes së dy vajzave me Vlanës 10 vjeçare dhe argëtimes 13 vjeçare, të cilat mediat maqedonase të atyre viteve, pra flasim gjithmonë për vitin 1995, kanë deklaruar se të dyja vajzat janë vrarë nga daja i Mevlanës. Ky person, i quajtur Idris Dauti, është dënuar nga policia maqedonase, pra ka kryer dënimin, është dënuar me 15 vjet heqëlirie. Gjithsesi, në 2 seancat e para të gjyqit ai ka pohuar pa fajësinë e tij, por në seancën e tretë më në fund ka pohuar se ka qenë ai i cili ka vrarë të dyja vajzat. Në momentin që ai ka vazhduar dënimin në ambientet e burgut, ka pasur kontakt me persona të tjerë, të cilët mbasi kanë dalë nga burgu ju kanë deklaruar familjarëve se brenda në burg Idris Dauti ka deklaruar sërish se ai ishte i pafajshëm dhe nuk ka qenë ai persona i cili ka vrarë të dy vajzat. Siç ka deklaruar në seancën e tretë të gjyqit. Megjithatë, siç e ndoqët nga historia, ka shumë pikpyetje, ka shumë pjesë të errta në gjithë të ngjarje, duke filluar që nga organet e policisë, pra që nga organet kompetente të policisë maqedonase dhe deri tek pjesa e fundit, pra tek Idris Dauti. Unë dua të falenderoj të gjithë ata të cilët sonde kanë telefonuar, na kanë dhënë sugjerimet e tyre, por ka pas persona nga e njëjta zonë, të cilët kanë deklaruar gjëra shumë të rëndësishme për sa i përket më tej në çfarë ka ndodhur në familjen e Idris Dauti, disa pohime të cilat janë bërë pra dhe nga pjesëtarë të tjerë të familjes. Gjithsesi ne jemi duke i verifikuar dhe duke parë hap mbas hapi çdo informacion dhe re që do të vi sonte në emisionin ton. Unë dua t'ju bëj dhe një pyetje tjetër. Në Idris Dauti me çfarë pune merrej? Pas rrugëve, si rrugë. Për mbajtjen e rrugëve. Për mbajtjen e rrugëve. Bashkëshortja e tij punonte? Jo. Jo, ka pasur 4 fëmijë apo jo? Çfarë moshe? Më e madhe ishte vorse e Mevlanës. Më e madhe ishte një moshë me Mevlanë. Mevlanë. Fëmijët e tij ku jetojnë aktualisht? Aty janë, jetojnë me tjëmën? Jo. Martuar, ka martuar. 3 cucat i ka të martuar, vetëm djalin ka pa martuar. Ndërsa ju për Idrisin nuk keni marrë vesh absolutisht asnjë gjë. Asnjëherë. Në 2001 sa Janita ka ardhur policia në shtëpi. Në çfarë viti? 2001. Po. Kanë ardhur personalisht 2 policë në shtëpi, që tipte të drejt baba që të lishoheshte për festa i burgosur, i Idrisit. Megjithatë baba nuk ka dhënë pëlqim policëve, prapë siç merrin vesh, ajo lishoheshte për festa, për thjesht kanë ardhur të kërkojnë leje në qoftë se atë mund ta lërojnë pra për festa të vinë familje. Për vitërin, për imaje. Nuk e di në bazë të ligjit në qoftë se policia duhet marrë leje pra personat pra të viktimave, familjarët e viktimave, siç është në rastin në fjalë me Vlania dhe argëtimja. Nëse ligji është se ai duhet të shkojë me leje, duhet të shkojë me leje dhe nuk kanë çfarë leje përse të vinë t'ju trokasin në familje. Megjithatë, mbasi kanë kaluar vitet dhe ndoshta në këto 17 vjet juve instinktivisht ju ka lindur pyetja se vërtet
ka qenë me Vllania, pra kanë varrosur vajzën time, apo çfarë ka ndodhur? Gjatë kësaj periudhe, keni tentuar ndonjëherë të shkoni të pyesni në polici, të shikoni dosjet? Jo. Cila ka qenë arsyeja? Arsyeja nuk na shoh. Nuk kemi shkuar. Nuk keni pasur besim në krahun tjetër? Edhe atë besim, po nuk kemi shkuar. Nuk keni shkuar. Familja jonë nuk është marrë me policinë. E kuptoj. Nuk është marrë. Keni tentuar ndonjëherë të merrni një avokat ose të merrni një detektiv? Vetëm ka marrë direkt tek ju. Direkt tek ne. Ndërkohë unë do doja t'ja u jepja fjalën gazetarëve, të cilët kanë udhëtuar dhe kanë parë ngjarjen më nga afër, duke marrë dhe dëshmi të tjera, por dhe nga pra njerëzit të cilët jetojnë në të njëjtin fshat, në të njëjtën zonë, që ndoshta edhe mund të kenë qenë atë ditë në festë, por duke marrë dhe përshtypjet nga media vëndase, e cila ka folur jashtëzakonisht në atë kohë, madje me sa jam në dini, dikush ka telefonuar sot dhe ka thënë se në atë kohë në një media maqedonase është marrë rasti me Vlanës, pra se si ka mundësis që Daja të vrasi mbesën e saj. Pra është trajtuar si histori. Por nuk e dim në qoftë se është e zbuluar e vërteta apo jo. Në qoftë se është thënë ndonjëherë se vajzat ose mirë ato dy kufoma janë varrosur pa u bërë analizat, pa absolutisht asgjë nga bunkeri dhe direkt në Vareza. Atëre, Benard, nga gjitha ato dëshmi që ju morët, nga vendi i ngjarjes që pat, nga vendi ku kishte qenë festa, nga dëshmia që i keni marrë shoferit të furgonit, i cili ka shoqëruar atë ditë në fshat, në çfarë përfundimi keni dalë për momentin? Sigurisht që deri në këto momente historia është disi e paqartë, por natyrisht nga gjitha ato që ju sapo i përmendët. Pra janë disa element që e bëjnë ngjarjen të pavërtet, të pabesueshme, është pikërisht dëshmit kontradiktore që ka dhënë personi i cili deri në këto momente quhet si pra personi që ka kryer vrasjen kundrejt dy vajzave. Në bazë të fakteve zyrtare, ne si gazetar marrim atë personin i cili ka kryer vrasjen. Sigurisht. Në bazë të atyre që dalin më vonë, jemi në mes. Pra, faktet që ai ka dhënë, dëshmitë që ai ka dhënë janë të jetë kontradiktore. Sepse deri në momentin e fundit, kur ka dalë një dëshmitar dhe ka pohuar se kishte qenë ai i cili i kishte shoqëruar me furgonin taksi deri në afërsi të vendit ku kryej festa atë ditë, ai deri në ato momente nuk pranon të thoshte se i kishte shoqëruar vajzat dhe nuk dinte asgjë. Më pas, mënyra se si janë gjetur kufomat, të ashtu quajtur kufoma sepse ne nuk e dim nëse kanë qenë vërtet trupat e vajzave, mënyra se si janë gjetur të futura në dy qese plasmasi, një mallësie që kemi thënë dhe në insert, realitetisht shumë të vogla sa të zinin trupin e dy vajzave 10 dhe 12 vjeç, që ishte e pamundur, pavarësisht se kishte kaluar mbi 6-7 javë, por prap vendi ishte i tillë që nuk mund të dekompozoheshin në atë mënyrë sa të zvogloheshin, sa edhe të mbaheshin me lehtësi në një qese plasmase siç janë dorëzuar familjarëve. Dhe tjetra, nga gjitha ajo kohë, në qoftë se do dekompozoheshin trupat, sigurisht që do kishte edhe shenja tek xhaketa e vajzës që është gjetur. Është gjetur si në momentin. Kjo xhaketë ruhet sot e kësaj dite nga familjarët. Biles familjarët na kanë thënë që nuk e kanë larë asnjëherë që nga koha, që prej 17 vjetësh, dhe ajo duket sikur është e sapo dalë pra nga lavatriçja, që është krejtësisht e pastër siç e ka marrë vajza atë ditë. Dhe natyrisht familjarët e kanë ruajtur. Do doja pak të pyesja Benard Lebicin. Ti ke qenë atë ditë prezente, mban mend këtë xhup me Vllania e ka pasur të veshur? E ka pasur të veshur. Për herën e parë kur shkoi, atë xhup e kishte veshur. Edhe kur është larguar e ka pasur të veshur xhupin. Ne gjatë udhëtimit që kryem në fshatin Ladorish, por edhe në fshatrat përreth, pra ku është përmendur se mund të kenë kaluar vajzat, ne kemi pyetur shumë banorë të atyre zonave, natyrisht të njëjtat dyshime që i ka familja, i kemi ne, i kishin dhe ata, sepse fjalë të shumta kanë qarkulluar sidomos në Ladorisht për zhdukin e këtyre dy vajzave. Pikërisht u doja të qëndroja. Çfarë flitet në Ladorisht për këtë histori? Çfarë thon
bashkëfshatarët e vajzave, e familjes, çfarë kanë dëgjuar edhe për Dajën? Po, nga të gjitha ato çfarë ne biseduam me banorët e zonës, arritëm në një konkluzion, se Daja vërtet ka gisht në humbjen e vajzave. Duhet përdor termin humbje sepse zhduke ne nuk e dim ende. Këtë jemi duke u përpjekur të zbulojmë. Qofse vajzat janë në jetë apo jo, dhe mbi gjitha a kanë humbur jetën atë ditë. Nga gjitha ato çfarë biseduam, ne arritëm pra në konkluzionin se Daja ka qenë ndihmës që vajzat të largoheshin dhe mos ktheheshin më në shtëpi. Me shumë mundësi, ne mendojmë se Daja duhet i ketë dorëzuar diku tjetër vajzat, edhe më mbrapa është bërë inskenimi i gjetjes së këtyre dy trupave. Ka padur disa thashë theme, kanë parë makina të qarkullojnë përpara sa të gjendeshin trupat, makina të qarkullojnë në zonë, kishte fshatarë të tjerë të cilët thoshin kanë parë një helikopter të ulej më përpara, gjë që të bën të mendosh se ndoshta janë sjell ato eshtra dhe xhaketa e vajzës, pra janë inskenuar mirë, gjërat në mënyrë që të dukeshin sa më të besueshme, por është interesante edhe fjale që thuhen për personin cili dyshohet se i ka zhdukur vajzat. Disa ditë më vonë kanë vërejtur, sepse normalisht të gjithë komshinët e din për njëri tjetrin, standardin e jetesës, çfarë ekonomie ka, mbi gjitha familjarët deklaruan dhe çfarë punë bënte dhe normalisht mund të merret në mend dhe të ardhurat. Nuk ka qenë fort e mirë, apo jo, gjendja ekonomike e Idrizit? Ka qenë një gjendje normale, por më mbrapa kanë deklaruar se disa pak kohë mbas humbjes së vajzave, ai ka filluar disa rregullime në shtëpi, të cilat ai nuk e kishte lejuar vetes deri në ato momente me të ardhurat që kishte që ti kryente, dhe është deklaruar se e shoqja i ka gjetur një shumë të konsiderueshme parash, një shumë goxha të madhe parash të fshehura në shtëpi. Dhe kjo ndoshta të bën të mendosh sepse ai gjithmonë ka thënë që jam i pafajshëm. Por si mund të justifikohet fakti që ai e ka pranuar, natyrisht është bashkëfajtor në devijimin e rrugës së vajzave për në shtëpi dhe fakti që ato sot nuk janë pranë familjes. Pikërisht për gjithë këtë histori duheshe patjetër një fajtor, dhe kush mund të ishte fajtori më mirë se sa personi i cili ka marrë nga shtëpia dhe i ka çuar në fest. Por si është e vërteta, ne këtë duam të zbulojmë, ndërkohë ju jeni duke ndjekur dhe foton e Mevlana Bizatit, sot nëse ajo është në jetë, duhet jetë 26 vjeç, në 14 maj të vitit 1995 është zhdukur në rrethana misterioze. Edhe njerë do t'ju lutesha të gjithë atyre që na ndjekin nga Struga, nga fshati Ladorist, nga fshati Shumë, aty ku ka ndodhur dhe festa, dhe aty ku vajzat kanë humbur, aty ne quajmë pikën 0 sepse aty janë zhdukur. Ku i ka çuar Idrizi? Çfarë ka ndodhur me to? Nëse ka pas persona cilët ndoshta kanë lënë pikën e takimit atje, pikërisht në këtë fest ku kishte shumë njerëz, dhe ndoshta ky takim nuk do të vijë re, të gjithë këta nëse ka persona që kanë parë diçka, do t'ju lutesha edhe një herë të kontaktoni me emisionin tonë në numrat tanë të telefonit, i keni të afishuar në ekran, por mund të dërgoni informacionin dhe në numrin celular plus mobile nëpërmjet një mesazhi i cili nuk ju kushton. Ka shumë mënyra se si ju mund të kontaktoni sonte me ne. Po, Benard. Falenderoja të gjithë banorët, sidomos të Strugës, që po na shkruajnë sonte dhe në portalin ton online, pra në rrjetin social Facebook, në faqen zyrtare, dhe po japin dëshmi të ndryshme se si e mbajnë mend ditën e ngjarjes, kur kanë humbur vajzat dhe në ditët më vonë. Janë disa të tjerë të cilët më konfirmojnë faktin se edhe 2-3 ditë përpara sa gjendeshin trupat e vajzave, një helikopter në mënyrë të vazhdueshme qarkullonte pikërisht në malin ku gjendet dhe bunkeri që më vonë u gjetën trupat e vajzave, që u thashë që u gjetën trupat e vajzave. Benard, ju shkuat e bunkeri, sa larg ishte bunkeri nga fshati Shumë, nga fshati ku kishte ndodhur festa? Është një trekëndësh, ai midis 3 fshatrave, midis Ladorishtit, Vishnjës edhe Shumës, është një trekëndësh që sa? 3 kilometra. I gjithi ndoshta mund të me makinë mund të përshkohet për rreth gjysmore, jo më shumë. Nëse vërtet Idris Dauti është vrasë si vajzave, lind pyetja, me çfarë i ka çuar vajzat nga fshati Shumë deri në këtë
në këtë bunker. Nëse vrasja ka ndodhur më përpara në fshatin Shumë, atëherë me çfarë ka transportuar kufomat deri te bunkeri. Nëse vrasja ka ndodhur në bunker, janë gjetur shenja gjaku atje. Përse xhupi i vajzës, të cilën me vlania e kishte të veshur, nuk ka pasur asnjë lloj gjaku, as balt, absolutisht asgjë. Po, Lezis, të dëgjoj. Ai që ka deklaruar vetë me gojën e vet, gjëja cutat i ka qurë për në Shumë, i ka qurë në kam. Gjërë të bunkeri. Ai ka deklaruar vetë që nga fshati Shumë deri te bunkeri i ka quar në këmbë. Kështu i ka thënë policisë. Përsa ai ka qenë ora ka qenë 4, ai më 6 ora gjysmë ishte në qendër të fshatit. Një dyshim i madh që më lindi vetë mua, ai se ishte atë është 13 vjetë e gjysmë. Ai me të njëjta tesha ka qenë. Ato tesha që ishte në mëngjes, me ato tesha ishte në mbrëmje. Ju e takuat në mbrëmje, apo jo? Në çfarë ore dhe njëri takuat? Në 6 ore gjysmë. Në 6:30. Në qendra. Në mbrëmje. Në qendër. Në orën 4 ai u nis nga shtëpia. Po. Nga fshati Shumë deri tek bunkeri thamë bën 3 kilometra. Pak a shumë sa minuta? Një orë, përderisa vajzat kanë qenë dhe të vogla, nëse i ka marrë nga fshati Shumë deri në 4 u nis nga shtëpia. Largësia nga laborishti deri në fshatin Shumë sa është? Aty janë 4 kilometra. Rreth gjysmore apo jo? Gjysmore ka bërë me furgon, ka vajtur ora rreth 4:30. Marrim në qoftë se dhe gjysmore rreth 1 orë ka bërë deri në bunker. Nga fshati Shumë deri në bunker shkon ora 5:30. Në orën 6 ju e keni parë në qendër të fshatit. Ka marrë fëmijë. Ka qenë në qendër të fshatit. Pra, siç e shikoni të nderuar miq, ka shumë pikë pyetje në këtë histori. Doja të pyesja edhe një herë gazetarët, përveç atyre që është duke grumbulluar në këtë moment e Benardi. Ju keni marrë vesh ndonjë informacion? Po, Visi, të dëgjoj. Se në bazë telefonatave, të paktën deri tani, mund të themi se ngjarja është shtruar në 2 drejtime të ndryshme. Pra, nga njëra anë janë ata telefonues që sugjerojnë se mund të jetë shumë e thjeshtë pra për të verifikuar e gjithë kjo ngjarje duke marrë pra kockat që gjenden në varret që pretendojnë se mund ndodhen trupat e vajzave për të marrë vesh duke u bërë analiza ADN-s nëse aty gjenden vërtet trupat e tyre apo jo. Dhe nga ana tjetër vizet drita e shile nga telefonata që kanë ardhur nga teleshikuesit, të cilët fillojnë nga ato telefonata që tregojnë se e kanë takuar Idrizin gjatë qëndrimit në burg, pra kanë qenë persona që kanë qëndruar në burg me Idrizin dhe nga bisedat që kanë pasur me të kanë mësuar se në të vërtet Idriz nuk e ka pranuar fajin. Pra në një farë mënyrë ka qenë i detyruar që të tregoj se ka qenë ai pra autori i vrasjes së 2 vajzave. Ka ndonjë person i cili qoftë dhe anonim dëshiron të dalin në ajër ose ndoshta të flasë me mua personalisht nga këta për të na treguar nëse Idrizi mund t'i ketë treguar diçka tjetër, që ne nuk e dim për momentin. Gjithsesi këta telefonues do provojmë ashtu sa dhe Bernardi pasi e shohin ngjarjen shumë delikate dhe mbase nuk marrin edhe guximin që të prononcojnë në ajër. Unë thash qoftë dhe anonim pritur të nderuar miq për të na treguar ndoshta diçka më tepër që nuk është publikuar dhe që askush nuk e di deri në këtë moment që ne flasim. Por unë dua të jem e sinqert dhe me palën tjetër, pra me Idris Dautin, nëse ndjen veten të pafajshëm ashtu siç ka deklaruar në 2 seancat e para të gjyqit dhe në burg, por edhe pjesa tjetër e familjes, e cila çuditërisht nuk flet me vajzën e tyre. Në gjithë këtë histori, personi që ka vuajtur më shumë është nëna e vajzës, sepse ka humbur vajzën e saj. Dhe në momentet më të vështira që ka përjetuar kjo familje, pikërisht pjesa tjetër, e cila jeton në Gjermani, duhet i kishte qëndruar pranë. Por ata vazhdimisht kanë besuar se Idrizi ka qenë i pafajshëm. Ku bazohen që e thonë këtë? Dhe unë do t'ju lutesha nëse na ndjekin sonte të ndërhyjnë në emisionin ton dhe vetë Idris Dautit, kudo që ndodhet. Pasi kemi disa informata të ndryshme edhe për vendodhjen e tij aktuale, gjithsesi unë thjesht doja të bisedoja me të dhe të na tregonte, kanë kaluar shumë vite tashmë, por mirë do t'ishte për hatër të Zotit dhe për hatër të zemrës së asaj nëne e cila vazhdon të lotoj për vajzën e saj, të tregoj dhe për motrën e tij, pra ai duhet të paktën të vëjë një herë të vetë me dorën në zemër dhe të tregoj të vërtetën se çfarë ka bërë me vajzat. Nëse më ndjek sonte, do t'i lutesha të kontaktonte në emisionin tonë. Të dëgjojmë se çfarë do të na thotë. Megjithatë, kemi diçka tjetër.
Kemi diçka tjetër të rëndësishme? Po? Atëherë, derisa ne të verifikojmë këtë informacion, më thonë se duhet kalojmë tek studio i lajmeve për të ndjekur edicionin e fundit të lajmeve. Të nderuar miq, do të ndërpresim këtu, por do të jetë një edicion i shkurtër, mos u largoni, do të kthehemi menjëherë me të gjitha ato që jemi duke grumbulluar në këtë momente për këtë histori dhe me prezantimin e 2 historive të tjera po aq të rëndësishme sa kjo e para. Do t'i lutesha të vazhdoni të jeni në shoqërinë tonë për të na ndihmuar me informacione, sepse ndihma juaj është jashtëzakonisht e rëndësishme për kërkimet tona. Plus, të përket